Trego pak momentin kur nise me u marrë me këtë pjesë intenzivisht, familja, po besoj ata kanë qenë përkraja më e madhe. Si e pretën, sa kanë qenë afër teje, sa kanë qenë kraj djathtë, sepse sigurisht pas ngarkesave të shumta që mundesh me i pas gjatë ditës, në fund është ta krit stresin, emocionet, janë ata që përballen bashkë me ty edhe bashkë me ato emocione. Njënin prej vajzave kam pak ma e lasdruni që themi një, edhe thët, u kry kjo është pishu që Zotit e po krymë për fillon e projekt tjetër, një thët mësë mëzi se babes dhe shpia tjetër. Do thonë është mësu, do më thonë që më pabe më pas projektit tjera. Pa dyshim që hakin matë madhe këm nanas dhe babes, që ndoshta kohën s'kom pas mja kushtu që shduhet, e pas taj bashkërët edhe fëmive, dhe të njëjtën kohë gjematit ku jem për gjesë për gjami. Shpeshe ndoshta kom marrë mungesa, dhe të ta kur s'kom pas ankesa për të një falenderus publikisht të them, mirë po e din që pse nuk kam mungu më do një qefjen tim, po kam mungu se shku për një projekt, ndoshta është pak ma i shajt se sa namazin që kemi e posë bashku, sepse ka zavëncu si më zavëncan. Dhe fillimi ka qenë i vështirë, po tash e kam kuptu edhe gjemati edhe familja, sepse është bo pjesë e jetës sonë, ditën dhe natin jetojnë me ta. Mirë po që vlen të theksohet rastet që kanë fillu duke ra. Ekonomia ka fillu duke u rrit, nuk kemi raste ndoshta aq larta që kemi pas. E kujtoj fillimin kemi pas 1700 familje para pandemisë. Apo në kohë pandemisë kanë kërkuar ndihmë gjatë një viti, ndoshta tash ka numrin dikon 370 familje. Do thonë gjatë vitit po flasim, që ne sot do pak themi stërpikim se nuk i bojmë qerak, nga një pak ushqimor, nga një gjëra që kanë nevojë apo drum kod dimrit. Po çdo ndihmë sa do e vogël që mundet me qenë realisht për ta është shumë e madhe. Pa dyshim po. Për shembull kur jemi në sezonin e dimrit, kemi shpërndar 75 familje që kanë kërkuar dru, ka 3 dëm 5 metra. Tash vitin që lan pas dikon 36. Do thonë thuja gjysma ka ra, sepse ma ka vjedhë dhondri klimen, është i vajza në punë, është rritë sistemi, është martu djali dikun tjetër, ka dalë dikush jashtë, dhe është një mirë sepse edhe ata nevojtarë që kemi në shpesh e quajnë nevojtarë zytnish, dhe më thonë nevojtarë zytnish që nuk e merr ku nuk ka nevojë. Thotë nuk kam nevojë, tash jep dikujt tjetër, për shembull sepse ka dikush i marr, thotë jap dikujt tjetër, thotë ne jep dikujt tjetër. Kjo është e mira, kur arrin edhe të bashkëpunoni me ta, edhe ndoshta kur edhe ata arrin të jenë të sinqert në krejt atë pjesë. Pra po e thu, sepse dashna me pyet edhe për këtu se si është gjendja në Gjakopo, po e thu që dukshëm më e përmirësuar. Pavarësisht që ne flasim në jetën e përditshme për çmime shumë të larta, për vështirësi në jetë, për inflacione të ndryshme, mirë po pozitive është që ndoshta pjesa që po e thu edhe ti. Kërkesa nuk ka që shka pas përpara. Nëse tash marrim shembull vitin 2027, që jemi gjallë ashtu mbash Zoti, nuk kemi asnjë kërkesë me ndërtuar dikush shtëpi. Nëse kthehemi vitin 2023, kemi pas 4-5 familje që kanë prit në rresht. Po flasim familje që meritojnë. Ajo që vlen të theksohet në themi publikisht sepse tash njerëz pundohen nga nana dhe baba, dhe nuk ma don bashortën, nuk ka mundësi me jetu me ta, na nuk kena për ta. Përdesa ka një stret të prindi, nuk mirë me ta, po flasim familje që nevojtar e që meritojnë me plot të respektin, por ata na kanë kratë djathtë, sidomos për jetimat. Tash kemi jetim që ka bërë disa vite, jeton në Gjermani, jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tash ai ndihmon shoqatës. Sa ka qenë këtu, ka marrë ndoshta një ndihmë simbolike 50 euro në atë kohë, një çantë për shkollë, një laptop ja kemi bleni bicikletë, apo një parë syza, apo ja kemi ndresh dhomë, tash e ka dorë Zoti e ka kthyr bamirësinë e tij 10 vjeç. Është kjo që e përmenda edhe në fillim në rastin tënd. Pra sukses po besoj për juve është kur shihni që një person që ka pas nevojë për ndihmë dikur, ndihmon tash, sepse e dim rëndësinë e ndihmës. Sidomos jetimat, sa të janë rrit vegjël, domethënë e din që hoxha ka në shtëpi i ka pas 8 vjeç, 7 vjet, tash i ka bën 25 vjet, dhe ka dorë Zoti e din çka është minimum dikujt tjetër.